Vendimi i gjykatës kushtetuese që pezullon zgjedhjet vendore në Tiranë praktikisht e ka rrëzuar planin e Edi Ramës, duke shuar edhe iluzionin elektoral të Ogerta Manastirliut, që tashmë mbetet një figurë pa ngjyrë. Ky është një vendim që e kthen lojën politike nga fillimi, duke ja hequr kryeministrit të drejtën për të bërë shiun edhe diellin në zgjedhje. Një sinjal se tashmë nuk mund të shkojnë në zgjedhje 5 bashki, vetëm për të sajuar një farsë elektorale që do të shërbente për të krijuar idenë e një betejë të përgjithshme. Në realitet, në të gjitha bashkitë ku kryetarët janë larguar apo janë bërë deputet me urdhër të Ramës, nuk ka pasur garë, por skenar të stisur për të prodhuar një iluzion pluralizmi. Betejë e vetme reale është në Tiranë, dhe ajo nuk zhvillohet mes Ogerta Manastirliut dhe Florian Binajt, por mes Edi Ramës dhe Erjon Veliajt, një përballje thellë politike që po konsumohet në institucione, jo në fushata. Rama në mandatin e 4 dhe me pushtet absolut ka marrë një goditje që e ka ulur 7 peshë në ndhe nga një kundërshtar që është në burg dhe në izolim si Erjon Veliaj. Në thelb, kjo nuk është një përplasje personale, por një betejë që po udhëhiqet nga një ekip ligjor dhe politik ndërkombëtar, që po e çon Veliajin drejt një lufte të mirëfillt juridike në gjykatën kushtetuese dhe në Strasburg. Anulimi i zgjedhjeve në Tiranë ka shkatëruar skemën e Edi Ramës, duke e zhveshur nga çdo kontroll mbi procesin. Kryeministri nuk priti vendime ligjore, por vendosi të veprojë me kokën e vet, duke shkarkuar e zëvendësuar kryetar bashkish në mënyrë të sforcuar, një veprim që e ekspozon si autor të një procesi politik të motivuar dhe antikushtetues. Në fakt, Rama e ka humbur qartësisht këtë betejë, por kjo duhet të shërbejë si një moment të reflektimi për opozitën, e cila mund ta kthejë krizën Rama-Veliaj në një mundësi reale për të prodhuar një alternativë të besueshme politike. Vendimi i kushtetueses është sinjal se ndryshimi është i mundur, por jo përmes fytyrave të vjetra e manekineve të politikës. Opozita sot ka një shans që nuk ja ka dhënë askush nga brenda, por që vjen si mesazh nga partnerët ndërkombëtar. Nëse nuk e kap këtë moment, do të përfundojë si ata që refuzojnë çdo mundësi për paqe e ndryshim, derisa të mbeten pas një shans tjetër.